Sipërmarrja vendase i kërkon qeverisë të vlerësojë sa më shpejt mundësinë e krijimit të një banke tregtare me kapital publik, duke cilësuar këtë të fundit si domosdoshmëri përballë krizës financiare që ka prekur vendin. Në një njoftim për mediat, grupimi i biznesit Vendas Confindustria bën publike kërkesën shtruar ekzekutivit për themelimin e bankës së nivelit të dytë me kapital publik. Kjo kërkesë është paraqitur publikisht edhe kryeministrit Sali Berisha në takimin e zhvilluar së fundi me biznesin, përballë një situate të papranueshme të mungesës së likuiditetit në treg, shfaqur me uljen e përsëritur të konsumit të brendshëm nga qytetarët shqiptar dhe rënjes në vazhdim të masës së kreditimit për biznesin. Confindustria vlerëson se krijimi i bankës me kapital publik është i domosdoshëm pasi do të japë frymë ekonomisë. Nga ana tjetër, Confindustria vën në dukje faktin se sistemi bankar është i kapitalizuar mirë dhe ka likuiditet, çka e bën të mundur krijimin e kësaj banke. Njëkohësisht, sipas biznesit Vendas, prania e një banke me kapital publik krijon mundësi të prekshme për konkurrencë ndërmjet bankave me përfitime të prekshme për biznesin, qytetarët, buxhetin e shtetit dhe me ndikim të drejtë për drejtë në zhvillimin e qëndrueshëm të ekonomisë kombëtare.